mes medjave, dhe më thonë në Instagram, në Facebook edhe këto platformat e tjera, qoftë për mes aktivitetit në lagje, sepse është e pamundur me bo vetë. Ne kemi, unë Ismaili, Arbnora, Buqjas është mo disa akter, i kemi pasiv, sepse janë në tjera punë institucionale dhe kanë të pamundur me u angazhu, e kemi të pamundur ne vetë, dhe më thonë me përqu komplet mesazhin në krejtë Kosovën, sa do që ne kemi bërë disa plane, ashtu se si i kemi bërë edhe herën e kaluar, do t'i vizitojmë të gjitha komunat, të gjithë kryetarët e komunave, pa dalim, dhe më thonë, sfondi politik, agjencionet, institucionet e tjera, organizatat e Dala nga lufta, të gjitha bashkësitë fetare, shoqatat e grave, rinore, klubet e sportit, akterët kulturor edhe artistët, por s'kemi me pas mundësimi për këto 2 javë, 20 ditë, do më thonë sa janë me arrit të gjithë. Dhe filja ime është kjo e para, që edhe me ata që takohemi, por edhe me ata që nuk takohemi, ashtu si kemi bërë dhe herën e kaluar, ne kemi vënë në dispozicion edhe sloganin, edhe mundësit e, si ta them, shumë fishimit të këtij slogani, jo përveç vetëm përmes autoparlantit, por përmes bluzave, produkteve, mundësive të tjera vizuale që ata mund t'i bëjnë në mënyra të ndryshme, të gjitha kanë qenë të prezentuara edhe herën e kaluar në vektor, në format që mund t'i marrin edhe kompanitë që mund të prodhojnë bluza, ose kapela, ose pens, do më thonë këto bejgjat e vogla, ose çanta, ose gota, ose çka do qoftë tjetër, postera, të cilat normalisht nëse vendosen në hapësira private duhet bëhen me harmonizim ose me miratim të pronarëve ose në lokal ose në murin e ndonjë shtëpie, përderisa në sferën publike normalisht duhet të kemi mundësi që të kemi suportues për t'i bërë ato. Po herën e kaluar ka qenë i dallim, e kemi pas bluzën e zezë dhe kemi pas bluzën e bardhë, do kemi përdorur këto 2 ngjyra. E bardha, ideja e lirisë, e dritës edhe asaj se çka përfaqëson vetë ideja e UÇK-s dhe vetë veprimi edhe ajo se çfarë kanë synuar edhe çfarë kemi, çfarë e gëzojmë sot, do më thonë, Kosovën e lirë, me në dritë të pavarur edhe me krejt lirit e tjera për te lirisë ekzistenciale që sot Kushtetuta e Kosovës i sjell për të rritë të reja që kanë lindur pas luftës, si të garantuara me Kushtetutë. Ndërsa e zeza si një pezm, si një kohë e errët dhe e zymt për ne edhe për ata që janë atje, dhe këtë herë e sjellim komplet paletën e ngjyrave, me idenë se liria i përfaqëson të gjithë, i përfaqëson të gjitha ngjyrat, edhe u takon të gjithë, që e tha dhe Ismaili pak më herët në format të ndryshme, pak rëndësi ka kush më shumë e kush më pak ka kontribu, por edhe vetë brenda llojit, brenda ushtrisë, do më thonë ka pas njerëz që kanë sot mendime politike tjera, përkojnë në rrugtime politike tjera, në institucionet të caktuara, fare pak e rëndësishme. Ushtria Qlirimtare e Kosovës, historia jonë e re, duhet jetë një nga platformat kryesore mbi cilën duhet të ndërtojmë dialog, nëse se kemi ndërtuar deri sot, mbi cilën duhet të qëndrojmë bashkarisht edhe nëse nuk pajtohemi për gjithçka në për çka kemi kaluar. Domethënë mund të pajtohemi. Slogani kryesor apo drejtësi jo politik. Jo politik. Ky slogan do të përshkruhet dhe është kërkesë, është dëshirë, është qëllim, uroj që të jetë i tillë edhe për organet e dhomave specializuara në Hagë. Ky slogan do të replikohet në forma të ndryshme, në ngjyra të ndryshme, secili e ka mundësinë që aty t'i kanë linqet, t'i marrin, t'i downloadojnë, të prodhojnë çfarëdo që të dojnë, klubet sportive, organizatat e ndryshme mund ta bëjnë në mënyrë masive, për shembull në herën e kaluar kemi nis nga familjet. Kemi prodhuar Liria ka emër, marshojmë për drejtësi, dhe si ta them unë me nënën time do dalim në marshin për drejtësi, ju ftoj edhe juve që të na bashkoheni. Domethënë përveç pjesës formale që e kemi bërë me Ismailin dhe me akteret e tjerë të Liria ka emër në atë kohë, natyrisht është amplifiku krejt mesazhi edhe energjia edhe nga poshtë, nga familja, nga studentët, nga sportistët, nga artistët. Andaj sot kam nevojë edhe një herë me ju bë ftesë të gjithëve pa dallim që të na bashkohen, marshi është qytetar dhe i tillë duhet të mbetet dhe të kuptohet.